Zonjat e Shkodrës u bën pjesë e takimit Partisë Demokratike duke dhënë mbështetjen e tyre për këtë forcë politike dhe kandidatët e saj në zgjedhjet e 11 majit. Si kryefamiljare ata apeluan që t'i jepet fund një pushteti që ka shkatruar familjen dhe të ardhmen e vendit me varfërim, emigrim masiv dhe pasiguri për të ardhmen. Në fjalën e tij, kandidati Bart Spahia shpreu bindjen se gratë dhe zonjat e Shkodrës do të jenë udhëheqëse të një fitoreje madhështore për Shkodrën e Shqipërinë, pasi asgjë nuk i lidh me modelin Rama që ka në themel degradimin e familjes. Partia Demokratike me 11 maj do të bajnë ndryshimin e shumëpritur për çdo shkodran dhe për çdo shqiptar. Fitoria jonë është pikërisht e bazuar dhe është e garantuar nga ky pozitivitet dhe kjo energji. Nuk e kam pa në fakt edhe para pak ditëve të njëjtën energji tek ai takimi i turpit i Edi Ramës aty me ato personat për cilët më vjen keq, sepse e transmetonin në fytyrat e tyre që ishin aty pa vullnetin e tyre. Ishin quar me zër, duke u kërcënu me kashatën e gojës, me punën. Fytyrat të cilat e di shumë mirë që nuk ndajnë asgjë me modelin e Edi Ramës. Ato gra që janë krejtësisht e kundërta e modelit e Edi Ramës. Ati që mendon se nëpërmjet talljes me gruan mund të denigroj burrat, por nuk e din që në familjet shnoshta shqiptare, në familjet e shnoshta shkodrane, thelbi, kolona, shtylla kryesore janë burri dhe gruaja dhe nuk mund të përdorësh njërin për të tallë tjetrin dhe të denigru tjetrin. Baheni sa më shumë, që të ndikoni sa më shumë, jo vetëm tek gratë, por edhe tek burra ku keni autoritet pa diskutueshëm. Ndikoni në shoqërinë tonë që na bashkohen në rrugtimin tonë të sigurt drejt fitores së 11 majit. Me 11 maj, gratë dhe vajzat shkodrane i dhanë mbështetjen e tyre Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Në njësinë administrative të rrethinave, kandidati i Partisë Demokratike Bart Spahia mori mbështetjen maksimale të banorëve për 11 majin. Dr. Spahia shpreu besimin se me votën e tyre, rikthimi në pushtet i Partisë Demokratike do të sjellë që në 100 ditët e para ndryshimin që ata presin, duke i dhënë fund viteve të errta të keqeverisjes 12 vjeçare të rilindjes. Ka arsye pafund për të kontaktu çdo mik dashamirë të afërm ton dhe për t'i kërkuar mbështetjen, sepse i shkojmë ballhap me një program i cili synon të ndryshojë këtë realitet zymë, duke vënë urgjentisht në plan të parë ndërhyrje tek aspekti ekonomik. Jam i bindur që fal jush e kontributit tuaj, mbështetjes tuaj, ne do t'ja dalim që me 11 maj të fitojmë dhe ta kthejmë edhe një herë Shqipërinë në shilat e duhura. 11 maj është dita e një misioni kombëtar për të përmbysur një regjim, prandaj shqiptarët do të zgjedhin numrin 1 dhe Partinë Demokratike tha në mbyllje të fjalës së tij kandidati Bart Spahia.